Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar. Ditën e sotme do të rikthejmë në vëmendje një ngjarje që sa herë avokati është unë dhe e trajtojmë. Me ne është bashkuar avokati Alban Duraj për të folur mbi një situatë shumë sensitive, siç është ajo e Vlorën Amatës. Avokat, shumë faleminderit që jeni me ne. Herën e fundit që ne zhvilluam podcastin bashkë, ju thatë që jemi shumë pranë gjetjes së Vlorën Amatës. Kanë kaluar disa javë nga ajo kohë. A ka përparime? Përshëndetje, ju falenderoj shumë për të temë kaq të rëndësishme që na shqetëson të gjithëve. Kemi nga data 22 maj i vitit 2010 që zonja Bukuria Mata, pra nëna e Vlorën Amatës, kërkon fëmijën e vet. Çdo ditë ajo është e pikëlluar, pra me breng lidhur me këtë kërkim, pra duhet marrë si një vlerësim, pavarësisht se kjo është forca që ka çdo nën dhe çdo nën do të bënte një veprim të tillë, por zonja Bukurie ka forcën dhe guximin që ta kërkoj këtë publikisht, sepse ndodh shpesh që shumica e prindërve kur kanë raste me fëmijët e tyre, qoftë zhdukje të fëmijës apo probleme shëndetësore, probleme nga më ndryshme që ndodh gjatë jetës me fëmijët e tyre, ata mbyllen në vetvete dhe nuk e gjejnë të forcë që ka gjetur zonja Bukurie. Nga komunikimi që unë kam pasur me zonjën Bukurie Mata, ajo është shumë optimiste që për punë besoj ditësh apo maksimumi muajsh do të kemi një lajm pozitiv për Vlorën. Kjo për faktin sepse tashmë gjërat nuk janë më si më parë, nëse deri dje ne kemi pasur komunikime, informacione nga burime të ndryshme, pra burime të cilat vinin nga qytetarët në media, pra janë bërë shumë emisione në televizione të ndryshme, emisione të cilat janë të specializuara lidhur me gjetjen e personave të humbur dhe emisione të cilat kanë pasur suksese për raste të tjera apo raste të ngjashme, ndërkohë që vetëm tek rasti i Vlorës ne nuk mundëm dot, edhe pse kanë kaluar jemi në vitin e 16, pra e kemi lënë pas data 22 maj 2010 në fshatin Zapot ka ndodhur kjo të Dibrës, apo kufi me Kuksin, Kuksi e merr si jurisdiksion, si zonë, ka ndodhur humbja e Vlorën Amatës. Dhe këto informacione pak a shumë le të themi i kanë dhënë shpresë nënës, por të gjithë neve që Vlorën shumë shpejt do ta gjenim dhe natyrisht me këtë kemi qenë, domethënë kjo ka qenë një shpresa, informacionet që ka marrë zonja Bukurie, por drejtuesit e emisionit apo të gjithë ata të cilët janë angazhuar në një mision publik, pasi rasti i Vlorën Amatës mund të ishte rasti i të gjithë atyre prindërve të cilët kanë fëmijë të vegjël dhe ata mund të jenë në pre e njerëzve të cilët merren me rrëmbimet e fëmijëve. Dhe tashmë informacionin zonja Bukurie e ka zyrtar, pra informacioni është nëpërmjet një zyre të specializuar, është një nga më të mëdhajat në Evropë, e cila merret me investigimin dhe me hetimin e çështjeve të tilla. Kështu që në mënyrë të vazhdueshme zonja Bukurie mban kontakt me këtë zyrë, informohet lidhur me hapat të cilat janë ndërmarrë nga kjo zyrë dhe fakti që ata e kanë identifikuar një vajzë me të dhënat, pra për sa i përket shenjave apo përshkrimit që ka dhënë zonja Bukurie Mata lidhur me shenjat caktuara që ka Vlorëna, por natyrisht duke ndjekur edhe itinerarin
mënyrën se si është transferuar nga Republika e Greqisë dhe në një vend të Bashkimit Evropian, birësimi i prindërve të cilët e kanë marrë dhe e kanë bërë pjesë të familjes së tyre. Këto janë informacionet cilat janë marrë në rrugë zyrtare dhe janë pasyruar zonjës Bukurie Mata. Vetmi problem për të cilën kjo zyrë po insiston është fakti që duhet të sigurohet 100% që është Bleona, pra kemi të bëjmë me gjetjen e Bleonës dhe natyrisht momenti se si do t'ja pasqyrojnë, pra gjitha këto dokumenta, prova të cilat janë siguruar nga kjo zyrë, atëherë do të duhet që t'ja servirin, t'ja pasqyrojnë Bleonës dhe kjo Bleona mos ketë pasoja psikologjike. Ka ndodhur shpeshherë që fëmijët tashmë është në moshë të madhe, po ka ndodhur shpesh që raste të tilla, pra kur e kanë marrë vesh në një moshë madhore që fëmijët nuk janë rritur apo nuk është rritur nga prindrit e vet biologjik, atëherë ka ndodhur kriza të mëdha lidhur me shëndetin mendor dhe këtë gjë zonja Bukurie nuk e kërkon. Pra kërkesa e saj është që Bleona duhet ta kalojë këtë moment në mënyrë sa më të lehtë, pra që mos i prishet edhe jeta, sepse informacioni është që ajo është një student e shkëlqyer, është me bursë në një universitet të njohur evropian, pra është një fëmijë i cili është formuar shumë mirë, domethënë ka studiuar, ka një kulturë të madhe dhe mendohet që në të ardhmen për punë disa vitesh ajo mund të jetë një figurë e njohur në profesionin e vet, nga që gjithë angazhimi është i këtyre viteve është dedikuar në studime, pra zonja Bukurie ka shprehur dhe herë tjera që Bleona ishte një fëmijë i zgjuar, pra kishte një zgjuarsi natyrore. Ishte një fëmijë i cili i kapte shpejt gjërat dhe ndaj ajo gjithmonë nuk ka rreshur së kërkuari i Bleonën, pasi thoshte që Bleona do të shpëtonte edhe nëse do të ishte rrëmbyer për qëllim trafikimi organesh, ajo do të gjente mënyrën, do t'i binte ata të cilët e kishin kryer të rrëmbimin në mënyrë që ata të viheshin në sedër dhe të kishin një lloj ndjesie humane që në shumicën e rasteve personat që kryejnë krime të tilla nuk kanë ndjeshmëri, por zonja Bukurie besonte këtë që Bleona do të gjente forcën, argumentin, nga që kishte shumë zgjuarsi natyrore. Avokat, për të ndalur në dy element, në GoFundMe që u hap dhe shqiptarët ndihmuan në gjetjen e Bleona Matës, çfarë tregon kjo për solidaritetin e shqiptarëve, sidomos për këtë ngjarje, sepse gjithmonë ka interes, dhe elementi tjetër, çfarë është kjo kompani, nëse mund ta quajmë kështu, agjenci, investigimi, a ka pasur raste dhe ngjarje suksesi në të kaluarën për të bërë dhe një CV të saj? Atëherë kemi të bëjmë me një fushat sensibilizuese që u hap në mbështetje të zonjës Bukurie Mata dhe duhet kuptojmë që shuma e cila është mbledhur nuk ka mbuluar gjithë shumën e cila donte kjo agjenci. Pjesën tjetër zonja Bukurie ka siguruar nëpërmjet të afërmëve, miqve, kursimeve të cilat ajo mund të ketë mbledhur, por ajo që më bën përshtypje është solidariteti që kanë treguar njerëzit, qytetarët. Në këtë rast, pra e kanë treguar sepse e vendosin veten e tyre në vendin e zonjës Bukurie Mata. Ajo çka më bën përshtypje për zonjën Bukurie është fakti që zonja Bukurie është një zonjë me kuptimin e plotë të kësaj fjale, e cila së pari nuk e kishte kërkuar ajo këtë mbështetje financiare, por së dyti në komunikimin që unë kam pasur me të, ajo më shprehur që unë nuk arrita dot që të siguroja të gjithë të shumë. Pra kjo agjenci nuk është mbuluar me komplet të shumë, dhe ajo është detyruar që të marrë borxh para nga të afërmit
dhe një pjesë saj sa ka pasur mundësi të gjitha parat e saj, kursimet ajo i ka hedhur për kontaktimin e kësaj zyre. Pra, besoj që ndoshta në të ardhmen duhet të hapet edhe një fushat tjetër sensibilizuese në mënyrë që ne të mbështesim zonjën Bukurie Mata për këto borxhe të cilat ajo ka marrë këto kohë, por duhet kuptojmë që ajo nuk është se është angazhuar në punë gjatë asaj kohe në një periudhë të dedikuar, sepse nuk ka qenë në gjendje, pra ka pësuar probleme shumë të mëdha, krizë që kalon çdo njeri në rastet kur ju mbet njeriu më i shtrenjtë, fëmia. Kështu që unë ftoj gjithë qytetarët të cilët e ndjejnë që në këtë rast ne duhet ta mbështesim dhe ajo zonja Bukurie ka nevojë më shumë se kur që ne t'i japim edhe një dorë tjetër në mënyrë të paktën të plotësojmë gjithë atë shumën të cilën nuk ka mundur dot që ta plotësojë zonja Bukurie Mata, por natyrisht zonja Bukurie ka edhe nevojë për një trajtim të veçantë specifik për sa i përket trajtimit psikologjik, pra një trajtim i cili do të sjellë përmirësimin 100% ose pak më afër të gjithë kësaj tronditje që ka pësuar gjatë kësaj kohe, dhe natyrisht të krijojmë asaj mundësinë që ajo të ketë mundësi që të bëjë një jetë normale, pra me gjithë ato vuajtje që ka pësuar të periudhë, shpenzimet të cilat kanë kaluar përgjetjen e Bleonës, kështu që do ishte një ndihmë e madhe nëse ne do ta krijonim një ndihmës stape dhe një fushat tjetër sensibilizuese, GoFund, në mënyrë që zonja Bukurie të paktën kishte një përmirësim të jetës së saj për gjithë to problemet që ka kaluar këto vite. Avokat, kemi nga një ranë një nënë që ka luftuar shumë për gjetjen e vajzës së saj dhe që është paktën drejt finalizimit me shumë gjas. Nga ana tjetër kemi një baba që ka qëndruar në hije. Cili ka qenë roli i babait në këto vite? A është angazhuar në një formë apo në një formë tjetër për gjetjen e voglushës? Lidhur me këtë nuk kam pasur për shkak edhe se kjo është një çështje që i përket familjes Mata, pra lidhur me marrëdhëniet e tyre që ata kanë, por zonja Bukurie publikisht ka deklaruar, pra ajo thotë që ka gisht pra në rrëmbimin apo le të themi në gjithë situatë babai, kunata e saj, pra nuk e tregojnë pse ka ndodhur ky rrëmbim. Kjo për shkak të problemeve që këta kanë pasur, pra duke qenë se një familje kanë pasur probleme me një familje tjetër, me njerëz tjerë të zonës, pra kanë qenë një njerëz konfliktual, të cilët janë konfliktuar dhe natyrisht një nga le të themi mundësitë që zonja Bukurie e ka shprehur dhe publikisht është fakti që mundet, jo se kanë bashkëpunuar, por duke qenë se kanë pasur konflikt me familje të tjera, ato mendojnë që shkaku mund të jenë këta, pra edhe ndaj është dhe kjo indiferencë, por megjithatë nuk e kanë pasur për shkak edhe nuk duat që të rëndoj situatën, që ta pyesja zonjën Bukurie Mata lidhur me këtë çështje, pra për çfarë nuk është bërë apo të ketë dalë publikisht. Duhet kuptojmë edhe faktin që edhe në familje apo në rastin konkret jo të gjithë e kanë atë forcën, guximin, por edhe komunikimin, pra që të dalin publik dhe të shpalosin apo të bëjnë një kërkesë të tillë. Kështu që unë nuk e besoj që nuk e ka ndier babai i Bleona Matës këtë rrëmbim apo këtë humbje të gocës vet, por duke qenë se zonja Bukurie në këtë periudhë ka qenë aktive, kjo për shkak edhe të emocionit që ajo përcjell apo natyrës së saj, ka qenë më aktive në media, por edhe në apelet të cilat i është drejtuar qytetarëve,
apo institucioneve. Avokat, sa i rëndësishëm ka qenë mediatizimi i kësaj ngjarjeje në këtë sukses, nëse do ta kemi të afërt, siç edhe pritet, mënyra se si në mënyrë konsistente për vite me radhë Emma Bukuria Mata ka deklaruar, ka kërkuar vajzën e saj, ka shpresuar, kjo shpresë sa e rëndësishme ka qenë në këtë gjetje. Patjetër, meritën kryesore e kanë mediat, pra pushteti i katërt, edhe pse nuk është një pushtet me letra, por ne dim që në një shtet të së drejtës apo në një demokraci funksionale mediat janë shumë të rëndësishme, qoftë për sa i përket mbështetjes që i jep qytetarëve, por edhe në kontrollin e pushteteve të tjera, që do të thotë një media e cila solidarizohet kur shikon që interesi i qytetarit cënohet, është për të falenderuar, dhe në këtë rast pjesa më e madhe e mediave të cilat janë qoftë në platformat sociale apo edhe në mundësitë cilat i jep qytetarëve që ta ndjekin nëpërmjet sinjaleve toksore, satelitore, është një mbështetje shumë e madhe dhe natyrisht që suksesi, Zoja Bukuria këtë do ta bëj vetë në momentin që do finalizohet gjetja e Bleonës, dhe falënderimi do të shkojë për media dhe ata gazetarë të cilët janë angazhuar në gjetjen e Bleona Matës, sepse është një mundësi e madhe që i jepet i është dhënë zonjës Bukurie, por edhe të gjithë atyre qytetarëve të cilët kanë një hall, një problem, kanë një ide, pra është një mundësi e madhe që ndikon pozitivisht. Pra edhe në këtë rast, gjithë sensibilizimi që u bë, por edhe me fushatën GoFound, nëse ne nuk do të kishim mundësi që ta njihnim të rast dhe apelin e vazhdueshëm që ka bërë zonja Bukuria Mata, atëherë nuk do ta kishim marrë vesh qytetarët, nuk do t'ja kuptonin hallin problemin, nuk do të shikonin vuajtjet e zonjës Bukurie, e cila është një person që ka vuajtur në jetë, është marrë me punë të zakonshme që merren gjithë qytetarët dhe nuk do të kishte një lloj ndjeshmërie nga ana e qytetarëve. Pra, fakti që kjo është bërë mediatike ju dha mundësi që të kishte edhe mbështetjen e qytetarëve, qoftë mbështetje morale, por ajo që ka shumë e rëndësishme është dhe mbështetja financiare. Pra nuk do të ishte bërë kontaktimi i kësaj zyre prestigjioze e cila është drejt finalizimi. Kështu që unë gjej rastin edhe një herë që të ftoj dhe qytetarët që të hapim edhe një fushat tjetër sensibilizuese, duke qenë që zonja Bukuria Mata është një grua që ka karakter, forcë, por ka dhe, le të themi, shumë parime që kanë shumica e qytetarëve, e nënave, e grave shqiptare, pra nuk mundet që ta kërkoj vetë të gjë. Pra, me aq komunikim sa unë kam pasur, kam kuptuar që janë vlerat të cilat ka çdo nën shqiptare, por edhe grua. Kështu që ajo në këtë rast ka nevojë dhe ne duhet t'i japim dhe një mbështetje tjetër në mënyrë që të kemi një lloj solidarizimi me problemin e saj. Avokat, sa e mundur është që Bleona të ketë ndryshuar identitet, kanë kaluar shumë vite? Patjetër që identitetin e ka ndryshuar. Identitetin e ka ndryshuar për shkak edhe të birësimit që i është bërë, pra mënyra se si e kanë marrë, e kanë çuar në një institucion i cili merret me kujdesin e fëmijëve të humbur apo me fëmijët të cilët janë fëmijë të rrugës në Republikën e Greqisë, dhe aty si çdo fëmijë që nuk ka identitet, ai ka një identitet që është vendosur nga institucioni, një identitet të cilin e ka vendosur institucioni me emër të cilin e ka zgjedhur institucioni, patjetër edhe mbiemri, aftësia në rastin konkret që nuk përcaktohet dhe lihet me një gërëm, mëmësia, ditëlindja, pra
janë element të cilët i vendos institucioni, patjetër duke bërë edhe një analizë të mirëfillt lidhur me skanimin që i bëhet çdo fëmijë, pra edhe mosha merret me parafërsi, sepse nuk e ka pasur një informacion nga Bleona. Kështu që të gjitha këto janë element të cilët janë vendosur nga institucioni që ka marrë në mbrojtje dhe në strehim Bleona Matën. Avokat, shumë faleminderit që ishit me ne dhe faleminderit shumë që hodhët dritë për një ngjarje kaq sensitive dhe kaq me interes publik. Ju falenderoj shumë për mundësinë që më jepni dhe natyrisht një falenderim edhe në emër të zonjës Bukurie Mata, e cila në mënyrë të vazhdueshme është treguar mirënjohëse ndaj gjithë iniciativave që ju keni patur. Faleminderit.